Unë me për që to e thashe, vlo. Që to e thashe, Po vëshëm filloj me the. Ja, njëjtë e thashe. Ti mundesh TikTok, Instagram, Facebook, edhe ku ta dijune, platformat të cilët ti vendos vlerat e tua artistike, mi shfaq në ato. Po jena të full për njerëzit të llojit e X persone që na nuk do të ta përmendim. Po që të thash që të pëthëm edhe une, që ju ka dhonë hapësirë ekstrem njerëzve, me budallakia, me dhes. TikToki nuk ta jep hapësirën ty kërkush, ti e merr vet aty. Ti vendos qyshe merr. Po tash shku na njerit në shtëpi tha mos e bëni video ti. Ti dush me kon çka ka qëre të shumicën e ki sot ditë sodi që përdorin TikTokun, që nuk tregojnë diçka që ja vlen me pa dhe me ndëgju, i ki shumicën që dalin. Thonë, kemi një që ka pare, kemi hi edhe na dhe jena bo pjesë e saj. Ta shumica janë të hi edhe për pjesën financiare. Po, Roland, a munden këta persona për hirë që klikohen, për hirë që ka një audiencë tyre edhe të prezentohen edhe në për reality show, në për televizionin, në për debatet të ndryshme, në fund ditës ata japin një mendim të tyjin. Fatkeqësisht kjo dhe po ndodhte. Po, i shdosht. A duhet? Jo. Se po duke të qeni në një linë. Njerës që nuk tregojmë vlerë, veç që kam bu klikushmëri, edhe me dal me nejt 24 orë para ekranit tona. E vlera që përcaktën? A përcaktën vlerë në një mendim që ka dikush, pa një profesion caktu? Se këgjaj bukur, bukurash. Unë me për që to e thashe, vlo. Që to e thashe, vlo. Po vëshëm filloj me the. Ja, njëjtë e thashe. Okej, nështë ta unë jam gabim që, nështë ta mora dhe me gabim. Që përmarim edhe mendimin e Alindit,